Sot do i tregoj një nga produktet më interesante që kam pasur ndonjëherë. Edhe ndodhen në këtë kutinë këtu. Tani do e hapim dhe do t'ju tregoj. Okej, pas ka kështu budalliqesh. Gjëja e parë që ka një kuti e vogël që lexon Hover, edhe që ka dhe një kuti tjetër. Besoj se kjo këtu është produkti kryesor, ndërsa ky është kiti që vjen me ta. Kështu që logjikisht do hapim produktin kryesor një herë. Edhe ky është produkti, është droni Hover Air X1 Pro Max. Ky këtu mund të jetë droni më i mirë në botë. Do thonë ju çfarë pas ka ky oson që ka më i miri në botë. Nëse një nga më të mirët. Kamera e këtij dronit është me kualitet 8K. Domethënë është perfekte për përdorje profesionale. Edhe përveç kualitetit të kamerës, specialiteti i kësaj është që të të ndjeki ngado që shkon. Shkojmë edhe hapim tash. Heqim nga kjo. Ja ku është i gjeta që me hap edhe shkojmë. Shkojmë dhe nxjerrim. Okej, lejmë dronin një herë edhe shojmë çka ka mrena. Shife që thot ka këtu. Qofse arrin ta thysh ose ta prishësh kët, je nona thot. Hajde. Su prish ka valla. Nuk prishet. Gjas me ky është materiali që u përdor për dronin edhe është e pamundur ta prishësh. Okej, tash shohim dronin, siç mund ta shihni këtu ka këto krahët, helikat i ka mrena, kështu që nuk ke se si të vritesh me ta. Me dronat e tjerë do të më bëj kujdes kap helika kurse këtu s'të kap dot, janë rregull. Ja ku është edhe kamera këtu. Pas ka edhe një kamerë mrapa, më duket duhet të jetë sensor që me pa ku të shku, edhe një tjetër poshtë. Ja se si paloset kjo. Pa hum shumë kohë dalim dhe shkojmë në vend bukur edhe shkojmë filmu. Okej, siç mund ta shihni kena dalë, kena ardhur në park shumë të bukur me një kështjell, çfarë leshin është ajo gjoja aty. Ta marr kot. Kena ardhur pra pas kena. Do thoni son, a erdhëm me po videon e dronit, ku e ke dronin? Droni është në xhep. Aq i vogël sa e fusën në xhep valla. Kaq. Ku i ru droni son? Se s'po e shoh. Sa fallca e vëmër për edhe. Moti nuk është ideal për me po këtë video se është të fry goxha erë edhe është ftohtë, po Belgjik s'ke qa ban. Po ma vonë du ju të rëgoj ca pamje me këtë dronë në Shqipëri. Shkojmë tani t'ju të rëgoj veçoritë e dronit. Okej, për me nes dronin, mjafton të shtypim këtë butonin këtu. Follow në Instagram. Mire ka ardi, bojnë edhe follow në Instagram, valla, pse mos ta boni. Tani këtu siç mund ta shihni te ekrani kena baterinë, se sa kohë nqizim ka ngelte memoria e dronit, edhe moda. Për momentin është moda follow, që është moda më e përdorme që të ndjek droni vet. Moda tjetër është orbit, do të thonë droni të shef ty sikur je dielli, edhe droni është planet që sillet rreth teje. Son në orbit i them, orbita që i hap. Tjetra është syri i zogut. Syri i zogut tunës. Te kjo mod droni hyp lart edhe të shef nga poshtë si të jetë një zog, domethënë. Po jam poshtë arë, nuk kam hyp lart akoma, nice. Domethënë shef nga poshtë edhe e shihni mrapa, do t'ju tregoj gjitha modat ka dalë. Shef nga poshtë. Ski mode është siç e tregojnë edhe syzet edhe fjala vet, është për mos ski. Cycling mode. Siç e thot vet fjala me biçikletë, domethënë moda e biçikletës, që të ndjek kur je me biçikletë. Indoor follow. Indoor follow është kur të ndjek nga mrena në shtëpi, je në përdhom aty, vjen të ndjek edhe nuk përplaset, domethënë o inteligjent. Zoom out. Zoom out që është që largohet nga dal. Ashtu. Rëzohër ti putan. Këto e moda që i kam vunë ta, ama mund është me shtu edhe tjera në anë të aplikacionit. Këto e më dobishmet për mu, kështu që këto maj. Tash i shkëp t'ja të regojmë modat në praktik. Gjëja parë që do bëjmë tash është follow, do hecun këtu rrethet qark në për lëndinën edhe do ndjeki kjo. Mjafton për ta nes, që të niset vetëm duhet të shtyp butoni këtu. Middle. Follow. Edhe e kam po që tjetë me një lartësi mesatare, mos tjetë shumë lartë. Tash i kjo ka pa ftyrën time, tash i largohem unë e të ndjeki kjo. Dhe mos harroni gjatë kësaj kohë që po e hec edhe është të filmu të njëjtën kohë. Kam kamerë, kam nevojë për kameraman fare o vlla, filmo vet kjo. Edhe mbrapa me dash me hik të ndjek. Ja për shembull. Për tonë me majt dronin dorë, vje vetë ata s'këllëve me majt. Tash i do thoni u son si dhe nalësh dronin e si dhe nalësh i qizimin. Mjafton t'i vesh dorën poshtë. Kaq. Edhe nalet, edhe nalin qizimin. Drita jeshile që shifni këtu bëhet e kuqe kur është të inqizu, që është sa po niset, direkt bëhet e kuqe që jam të filmu valla. Tani do me provu modën orbit, që të rrotulliset rreth meje. Ej, jo vem, ka shi si ba? Krysko me
Ka pra pak këtë spiralen, bajdoj u vesha se thava të ftohti dhe shumë ftohtë tu. Hajde qojmë qa kjo spiralja, se se kam ide se qa. 2.5 meters. 2.5 metër spiralja, hajde ta shohim qa spiralja. Kja të shua, son? Do ikim te syri i zogut tunës. Se është një zog si pra. Okej, shkojmë tash me modën syri i zogut. Okej, tani kena me ju tregu si me kontrollu me telefon. Kompania më sollën edhe telekomand për me kontrollu, po preferoj me telefon, se telefonin e ki gjithmonë me vete, nuk kam nevojë të marr pajisje tjera shtes. Mjafton të është aplikacioni edhe këtu poshtë keni manual control, siç mund ta shihni. Manual control. Siç mund ta shihni, droni ka ta çosh, ta tregon preview. Çfarë po që zotën da fish? Isha të bërë shu si në kinema. Po këta bëla kineze shok. Kina në kinë. Një në njang, rrof shpirti lepurit atje nalt. Skënderbeu shliroj kinën. Apo ja. Mjafton dronin ta vendosim në vend shesht. Kur është manual control nuk inqizon automatik, po mund ta zgjedh unë se kur inqizoj. Po si fillim shtypim këtë take off. Home point updated. Okej. The current location is now the home point. Droni sa po inqizoj ato koordinata si shtëpi. Domethënë që aty të kthehen, nëse ka një problem, aty do kthehet. Tashi, me këtë analogun këtu, mund me çu nalt, poshtë, ose kthej nga cila anë me inqizu. Ndërsa me analogun tjetër, e çoj në drejtimin që duam. Kur është manual control nuk inqizon gjithkohës, po vetëm kur du unë. Okej, më po e nis inqizimin, edhe po mundohem të inqizoj pak këto zonat. Shok se larg ka shku. A të shim të dritarja tjetër, ta shohim një çfarë do bën. Se gjumë tjetër asha. Ta shohim një çfarë do bën. Ta kishte dritar në hap me kishin fut mrena, se ka. Vetëm unë i bëj atë punë. Ardhi me një dron tjetër që kam pas, unë ja ka fut komshiut vetë mrena në dritare. E kam zjerë prap. Tash mune me ul vet, manualisht domethënë, ose mune me shtyp butonin return, që është tu, edhe kthehet vet, ose me bë land në vendi ku është, ose të kthehet te vendi ku i kam thonë unë. Hajde të shkoj te vendi që regjistroj vetë si shtëpi. Returning to the home point. Shkojmë tash t'ju tregoj pamjet për Shqipëri. Ka marrë një vend shumë bukur që t'ja tregoj tash. Vetëm shifeni çfarë veni kena ardhur. Erdhe dhe fundi i videos, e falenderoj shumë Hoverin që ma kanë sjellë këtë dron. Jam super i kënaqur me ta, ka kualitet planet këtë tjetër. Edhe më ka ndihmu me bo shumë video që ju i keni pa dhe i keni pëlqyer, shumë më profesionale se sa do ishin. Kështu që nëse jeni të interesuar edhe ju me marr këtë dron për punë profesionale, nëse keni punë që ju hyn punë, ka kuptim kjo që thash nejse. Domethënë nëse profesionit tu ju hyn punë ky dron, ja u kisha sugjeruar se është super produkt. Edhe herë faleminderit edhe bashkë në videon e radhës. Bye bye.